SBA është motori ekonomik i planetit dhe kur luluzon Amerika, luluzon e gjithë bota, kështu shpreh presidenti amerikan Donald Trump në nisje të fjalimit që mbajti në forumin ekonomik botëror, që po zhvillohet në Davos të Zvicrës, pasi u shpreh se kishte sjell lajme fenomenale nga Amerika, ku shifrat e ekonomisë ishin rritur ndjeshëm dhe ishte mbyllur një kufi. Presidenti amerikan nënvizoi se kjo nuk po ndodhte në Europë. Dua të diskutoj se si kemi arritur këtë mrekulli ekonomike, si synojmë të rrisim standardet e jetesës për qytetarët tanë në nivel ku nuk kanë qenë kurrë më parë. Dhe ndoshta se si edhe ju në vendet nga vini mund t'ja dini më mirë duke bërë atë që po bëjmë ne, pasi sinqerisht disa vende të caktuar në Europë nuk njihen më. Miq që kthehen nga Europa ma thonë këtë, dhe kjo nuk është në mënyrë pozitive, por në një mënyrë shumë negative. E dua Europën dhe dua ta shoh që shkon mirë, por nuk është në drejtimin e duhur. Ndërsa argumentoi se për gati 2 shekuj presidentët e Amerikan kishin kërkuar të blinin Groenlandën dhe se në atë ishull nuk ishte ndonjë shenjë të Danimarkës, Trump kërkoi nisjen e negociatave të menjëhershme për blerjen e territorit autonom që është pjesë e mbretërisë daneze. Sipas tij, vetëm SBA mund të mbrojë dhe zhvillojë atë masë gjigante toke, siç u shpreh Trump për Groenlandën. Kam respekt të madh për popullin e Groenlandës dhe atë të Danimarkës, por çdo aleat i NATO-s ka detyrim të jetë i aftë për të mbrojtur territorin e tij. Dhe fakti është që asnjë komb apo grup kombesh nuk është i aftë të sigurojë Groenlandën si Shtetet e Bashkuara. Ne jemi fuqi e madhe, shumë e madhe se sa njerëzit mund ta kuptojnë. Por gjithsesi presidenti amerikan holli poshtë mundësinë e përdorimit të forcës për aneksimin e Groenlandës. Një nga temat e prekura në fjalim ishte dhe lufta në Ukrainë, së cilës Trump kërkoi që t'i jepej fund.